Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato deklaroi se vendet anëtare vlerësojnë dhe mbështesin punën e bërë nga prokuroria e posaçme në luftën kundër krimit të organizuar në goditjen e bandave kriminale që veprojnë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në disa vende anëtare të bllokut. Sipas tij, puna e SPAK në bashkëpunim me Europol dhe Eurojust për gjurmimin e këtyre bandave dhe aktivitetin e tyre shihet me rëndësi, pasi është shqetësim në rritje në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe ka ndikim në sigurinë e disa qyteteve në Europën Veriore. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është një nga elementët kyç për vlerësimin e gatishmërisë së Shqipërisë për të bashkuar me Bashkimin Evropian. Ne shohim SPAK-un si një institucion që luan një rol themelor në këtë drejtim, në luftën kundër korrupsionit, në luftën kundër pandëshkueshmërisë në nivel politik, dhe nuk shohim asnjë pengesë për thirrjen dhe hetimin e politikanëve të rangut lart. Mendoj se ky është një element i rëndësishëm për vlerësimin e gatishmërisë së Shqipërisë. Por diplomati i Bashkimit Evropian e vë theksin se qeveria duhet të bëjë më shumë për anën parandaluese kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, jo vetëm të miratojë strategji, por të zbatoj masa konkrete, sa i takon nismës së fundit të magjorantës për të ndryshuar kodin e procedurës penale që kufizon pezullimin nga detyra për zyrtarët publik. Gonzato thotë se po ndjekin nga afër procesin. Sepse çdo gjë që lidhet me sundimin e ligjit dhe administrimin e drejtësisë është diçka që ne ndjekim nga afër dhe e vlerësojmë, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet kandidate. Sistemi i drejtësisë është në zemër të punës dhe kërkesave të një vendi në kontekstin e negociatave të antarësimit. Pra, ne presim që çdo nismë legjislative të jetë në përputhje me angazhimet e përgjithshme të qeverisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit, dhe ne do të vazhdojmë të monitorojmë nga afër se si ndikon kjo në këtë element. Ai thotë se Bashkimi Evropian në raportet vjetore ka ngritur vazhdimisht shqetësimin për sulmet e politikës ndaj gjyqësorit. Gjyqësori dhe sistemi gjyqësor janë bërë më të qëndrueshëm ndaj këtyre sulmeve, edhe sepse është një sistem i pavarur. Por megjithatë, mendojmë se këto sulme nga politikanët dhe ndërhyrja politike janë diçka që e shohim me shqetësim, është diçka që nuk duhet vazhdojë. I pyetur lidhur me fondet i parë të Bashkimit Evropian, ambasadori Gonzato thotë se Brukseli dhe qeveria shqiptare janë në fazë negociuese për japjen e tyre. Sepse Bashkimi Evropian është i vendosur të vazhdojë të ndihmojë fermerët shqiptar, por ne nuk mund ta bëjmë këtë sepse nuk kemi gjithë garancitë e mjaftueshme se parat po menaxhohen siç duhet, dhe presim që qeveria shqiptare ta marrë seriozisht këtë. Pra, topi tani është ende në fushën e qeverisë shqiptare për të vlerësuar këtë raport auditimi dhe për të siguruar Brukselin se masat që kanë marrë janë të mjaftueshme që ne të rifillojmë ndihmën financiare në kuadër të IPARD-it.